Një zjarri, ushtim, kërkov, të gjitha strukturat në punë, çfarë ka ndodhur? Në fakt zjarri ka filluar në ushtim. Sipas indicave që kemi ne, ka marrë në vorezat e ushtimës, mund të jetë një gabim njerëzor, me një qiri ndezur ndoshta. Megjithatë është për të vërtetuar pastaj nga instancat përkatëse. Megjithatë ka qenë një zjarr masiv, edhe reagimi ka qenë në kohë reale, qoftë nga të gjitha strukturat shtetërore, përfshi këtu zjarfiksen, Ministrinë e Mbrojtjes, FNSH-ja, forcat e policisë së shtetit, të gjithë kanë qenë në terren, prefekti, patjetër këtu me ne të gjithë, dhe një pjesë e mirë pothuajse është vënë në menaxhim, sepse kemi evituar pjesën e banesave dhe njerëzve, pra që nuk ka pasur probleme me këtë aspekt. Megjithatë, udhëheqja vazhdon këtë problematika, siç e shikoni ju, kemi dhe një helikopter që po lufton nga ajri për ta normalizuar situatën. Pra jemi të gjithë këtu. Kemi dhe një indicie tjetër që ka dhe një zjarr në nart, kjo edhe për shkak të temperaturave të larta, megjithatë edhe atje kemi dërguar forcat e zjarfikses së Vlorës me qëllim që ta vendosim në situatën në kontroll. Do të kemi një hetim. Siç edhe zhuma helikopterit, hetim patjetër, strukturat shtetërore duhet marrin edhe masat për gjetur edhe fajtorin, sado që unë e them që mund të jetë edhe një gabim njerëzor, por që megjithatë, pse jo, nëse është e tillë, paktën të identifikojmë realisht ku ka gjeneruar problemi dhe si mund ta menaxhojmë pastaj në vazhdim. Faleminderit.